fox and I'm more Atari. But the way you play your game ain't fair. Bukur. Mirë, dje ke qenë në gara, po? Dje kam qenë në gara Motocross Hard Enduro Kosova, e organizuar nga Motocross 06 Gjilani, e cila mbajt në fshatin Stanishër të komunës së Gjilanit. Një garë kjo jashtëzakonisht e mirë, e cila ka pas një teren ekstrem, dikun rreth 39 garus, jo, po saktësisht 39 garus kanë qenë ata pjesëmarrësit e kësaj gare, kanë garu në 3 kategori. Kategoria C3 ku kanë marrë pjesë veterantë dhe gjithashtu të rinjtë të kësaj gare, edhe ata që e kanë hobi, ndërsa kategoria C1 dhe C2 ishin edhe ato kategoritë ku u zhvillu edhe gara më e fortë. Në kategorinë C1 kanë marrë pjesë motorat nga 150 deri në 250 kubik, ndërsa në kategorinë C2 kanë marrë pjesë motorat nga 250 deri në 450 kubik, ku u zhvillu edhe gara kryesore mes pretendentëve kryesor, që ishin aty Bleri Maliu apo Livoqi dhe Adem Hajdari nga Hard Enduro Prishtina, ku në fund ky i pari Bleri Maliu edhe zuri vendin e parë pasi që Adem Hajdari nga Hard Enduro Prishtina ka pas probleme, të marrë parasysh se goma ju ka shpërthy qysh në raundin e parë të garave. Mirë. Se vitin e kaluar fituan zvistrant, domethënë si vjet pas ka pas fitues nga Kosova, po, si vjet nga komuna e Gjilanit. Realisht këtë garë ka fitu klubi i Gjilanit, domethënë garën kryesore klubi i Gjilanit, ndërsa në kategorinë C3 ku ishin edhe për hobi dhe veterant, aty ka fitu një zvistrant garën. Për më shumë detaje mujna me pa historien. Kthesat e forta, terreni vështirë apo konkurenca e cila shpeshherë bëhet trup me trup, janë ato që e karakterizojnë këtë garë. Është kjo gara Hard Enduro Championship Kosova, e cila tani më është kthyer në kompeticion tradicional. Si vjet është edicioni i 3, një gara ndërkombëtare, domethënë emërtimi është Enduro Championship Kosova 2014. Kosova 2014 simbolizon domethënë që u bë pak si garë ndërkombëtare, pak njoft Kosova pak më shumë në arenën ndërkombëtare, domethënë kena si stran, ka gjerman, ka prej Maqedonisë, Kosovës, gjitha vendet e Kosovës edhe prej Shqipërisë. Kategori janë 3 kategori. 2 janë kategori kryesore edhe njëna është hobi. Domethënë edhe ajo është kategori që hyn në rregullat e gara, po për garus mbi 35 vjet edhe nën 18 vjet. E3. E1 është 125 kubik 2 takt deri në 250 kubik 4 takt. E2 është 250 kubik 2 takt deri në 450 kubik 4 takt. Domethënë është kategori e seniorëve, kategori profi. Gjithçka filloi në konkurrencën E3, ku përballen ata të cilët këtë sport e kanë vetëm hobi. Edhe pse 11 garues në finish arritën vetëm disa prej tyre. E në kategorinë E1 ishte krejt ndryshe. Konkurenca në mes klubeve e gjithashtu përgatitja e garuesve i dhanë ngjarjes një pasqyrë tjetër. Mbi 500 të rinj e të moshuar, larg problemeve. Ishin fokusuar e vetëm tek motoristët, që me shpejtësinë apo kërcimet e tyre po dhuronin spektakël. Unë ju ndalën, hem kom dëshirë me pas sportin, edhe e kom nipin këtu. Sënë kom në shpi pa dalë me këshyrë. Edhe unë sot do bona i ri 15 vjeç. Ndërsa garat E1 po zhvilloheshin, në prapavi tensioni vërejej në ajër. Taboret e motocross Hard Enduro nga Prishtina dhe motocross Uglara, që ishin edhe pretendentet kryesore për vendin e parë, po i bënin përgatitjet e fundit. Pritshmërit janë të mëdha. Parën rënd të ndërëqe. Kom qenë në ditën e kalume. Mirë është diçka pak ekstrem. Janë një 2 kralica që thirrëm na. Dhe me thonë që jenë tepër sira. Rundi pari, dyti, ka lënë diqysh.
kur të vjen i 5-6 aty veç. Apo shpresën me fitun garën? Shpresoj, i kam 2 garus të fort, më merr mendja që muj me bë diçka. Pista është hard enduro, janë 3 pjesë më të shtirat. Është ta marrim pi fillimit tash, ku të pozja e parë është shumë e shtirë. Edhe është vijnë 2 tjera, janë shumë domosdoshmë probleme. Konkurencën e kam, po unë veç drejt. Ata që do të thonin fjalën përfundimtare, me batuta pritën njëri tjetrin në takimin e tyre të fundit para garës. E kur koha po afronte, dal nga dal të gjithë po i zënin vendet në startin e shtegut. Presioni i madh bëri që starti të dështonte për 2 herë me radhë. Dhe më në fund, e treta e vërteta. Shpejtësia e madhe, koncentrimi, përgatitja fizike apo fati, janë disa nga copat që do ta kompletojnë mozaikun e kampionit. Shtegu i ngushtë dhe pjesët pingulle të stazës nuk i falin gabimet. Me një ngasje perfekte, do të duhen rreth 11 minuta deri në përfundimin e shtegut që zgjat 9 kilometra. Pretendentët kryesor po përkujdeseshin që të mos kishte befasi. Blerim Aliu, apo jashtëtoksori si quhej nga përkrasit, ishte më i shpejti i garës. Është fjala për motor nga 250 e deri në 450 kubik. 6 gjirat e tij zgjatën rreth 1 orë e 8 minuta, me çka u shpall kampion për herë të pestë. Gara ishte perfekte, dhe starti ishte i mirë. Konkurenca u konë e fort, po ja dola me në rand qysh në start, gati ma startit, po thuajse. E të kalova edhe se kesh i dyti, të parin edhe mos s'kom pas asnjë problem. I dyti në këtë garë dolja Adem Hajdari nga Hard Enduro Prishtina, kurse i treti përfundoi Petrit Lushaku nga Motocross Prishtina. Sot, me gjitha vështirësit që kom pas, në start kom qenë pak i dopt, do me thonë kom qenë i 4-ti. Me nërë dola i 3-ti, mirë ka qenë staza deri dikën. Në kategorinë E3, vendi i parë i takoi Mail Bruno nga Zvicra, e ndërsa në Eni, më i miri ishte Herolind Ukaj, i përcjellur nga Lirim Shabani dhe Qemail Sylaj. Mirë shumë pas ka shku dhe Moti pas ka marrë. Moti ka marrë mirë, qa vlerë më theksu se Motocross 06 nga Gjilani është për kujdes që mu pastru vendi, që mu ka bu shumë për shtypje, po. Edhe gjithashtu duhet... Mas garës a para garës? Jo, mas garës. Gjithashtu duhet me cekë se garusin nga Prishtina, kur Shërm Lushaku ka tregu një paraqitje shumë mirë, po përgatitja ati fizike, mendoj ka qenë ajo që nuk kalon me u rendit edhe më nalt në ranglistë. Mirë shumë. Kjo ishte motocrossi nga Gjilani, ta shohim sorin edhe njerë pas orës 8:40 në blokun e shënimeve, po tash është koha për sportin me Jonin.